Universiteti i Prishtinës ende nuk ka arritur të krijojë një departament ku studentët mund të mësonin gjuhën serbe. Në mungesë të një dege të tillë në tregun e punës në Kosovë, ka mungesë përkthyesish dhe njohësish profesionistë, të cilët arrin të përkthejnë nga gjuha serbe në gjuhën shqipe dhe anasjelltas. Të dhënat tregojnë që në vitin 2015 në Universitetin e Prishtinës u hap deka e ballkanistikës, mirë po, kjo dekë u mbyll një vit më vonë për shkak se mungonin profesorët. Pra qëllimi ka qenë më shumë shkencor në vitin 2009-2010 dhe diku në vitin 2000, nëse nuk gaboj 15, ne 14 konkuruam, në 15 e fituam akreditimin për një program bachelor 4 vjeçar të ballkanistikës. Dhe më pas e kemi pas të përgatitur të gatshëm edhe masterin 1 vjeçar, por qëllimi i atij programi ka qenë më shumë shkencor, përgatitja e kuadrove të reja që do të merren me gjuhësinë ballkanike, përgatitja e përkthyesve, përgatitja e njerëzve të diplomacisë. Ai program në vitin 2015, përkundër që ka pas shumë feedback pozitiv nga vlerësuesit atëhershëm të agjencisë akreditimit, nga vlerësuesit e jashtëm, mori akreditim vetëm për 1 vit. Herën tjetër, kur shkuam në riakreditim në vitin 2016, i mbaj mend mirë këto detaje për arsye se kam qenë prodekane për mësim në atë kohë. Nuk morëm akreditim pozitiv herën e dytë për arsye se nuk patëm staf të mjaftueshëm. Në momentet të caktuara, erdhen përfaqësues nga OSBE-ja, nga IOM-i dhe organizatat të tjera që merreshin me ta ashtu quajturin social inclusion, do me thënë një gjithë përfshirje e gjuhëve zyrtare dhe gjuhëve të komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Bile, mua më bën shumë ftesa në për shumë konferenca, në për shumë trajnime që mbaheshin në vite 2018-19 dhe lidhëm marrëveshjet bashkëpunimit pikërisht me këto programe edhe nga OSBE-ja, edhe nga IOM-i që financojnë nga ambasada britanike, pastaj me përfaqësues të Bashkimit Evropian në Prishtinë. Dhe erdhëm në një farë, si me thënë, një lloj marrëveshjeje e cila përkrahej nga të gjithë partnerët, nga gjitha palët, që të fillojmë përsëri me programin e ballkanistikës, të cilin unë ende doja të riakreditoja dhe të krijoja një bazament pak më të mirë se që e kishim bërë herën e parë. Procesi i akreditimit të degës e ballkanistikës ka qëndruar i bllokuar për disa vite. Vetëm në vitin 2021, 5 vite pas mbylljes, universiteti sërish aplikoi për të riakredituar këtë drejtim. Aplikacioni është dorëzuar dhe pret vendimin e agjencisë për akreditim. Nuk tentojmë me këtë program të krijojmë vetëm përkthyes. Përkthimi është një nga ato objektivat e këtij programi. Një objektiv tjetër është të krijojmë edhe mësimdhënës. Bruno Nezira i siguron vetes dhe familjes së tij të hyra për jetesë, duke punuar si përkthyes profesional. Sipas tij, mungesa e një departamenti të studimeve ka krijuar mungesë profesionalizmi tek përkthyesit të cilët veprojnë në Kosovë. Duke ju falenderuar njohurisë gjuhës serbe, kisha thënë që e siguroj jetesën, pa nuk kisha thënë që ka ndikuar situata aktuale, por që nga prishja e Jugosllavisë shënohet rënja e njohësve të mirëfillt të gjuhës serbe, se plot njerëz e bojnë atë gabim që mendojnë se kur e njeh dikush gjuhën mund të ta përkthej, që fatkeqësisht nuk është e vërtetë. Për të bërë një përkthyes i mirë duhet shumë mund, shumë punë, shumë dedikim dhe sakrificë, mbi të gjitha duhet ta doni punën tuaj, si që duhet ta doni punën tuaj në çdo profesion tjetër. Duke qenë që jam freelancer, unë këtë e kam punë primare, pra unë punoj në bazë të kontratave dhe angazhimeve dhe konsideroj që punoj ndoshta edhe më shumë se persona që kanë një orar të rregullt pune. Po asgjë, ndoshta kishte më qenë mirë që në përgjithësi kushdo që mendon me angazhu përkthyes të konsultohet pak edhe me vetë branshën, që të dihet se çfarë kushte duhet ofruar për përkthyesit, sepse në fakt, duhet jemi sinqert, pak është ndoshta një prej profesioneve më të nënçmuara në Kosovë. Ndoshta në këtë ka ndikuar ajo periudha e pas luftës, kur nevoja ishte tejet e madhe, edhe pastaj lloj personash kanë kryer këtë punë, por megjithatë me kalimin e kohës edhe
vetë profesioni, pra të gjithë profesionistët që merren me këtë punë janë profesionalizu më shumë edhe megjithatë duhet pas t'i kthejmë asaj se çfarë duhet të them. Duhet më shumë të shikojnë se të respektojnë standardet, se ndodh shumë shpesh kolegët tanë, edhe mu po ashtu më ka rastis kur shkojmë për të përkthyer në për konferenca, takimet ndryshme, evenimente, na kanë vendosur në ndonjë shup apo në ndonjë dhomë ku ne kemi parë mjefare ose nuk kishim fare kontakt me pjesëmarrësit apo diçka tjetër. Mungesa e profesorëve të kualifikuar ishte arsyeja e mbylljes së katedrës së ballkanistikës dhe hapja e saj rekomandohet të bëhet duke përdorur profesionistë të fushës. Ballkanistika është jashtëzakonisht e rëndësishme për të kisha thënë komunitetin përgjithsisht, është një disiplinë në të cilën shifen elemente të përbashkëta, jo të trashëguara indo-evropiane në gjuhët e kësaj zone. Edhe këtu nënkuptojmë rumanishten, bullgarishten, maqedonishten, greqishten, shqipen dhe një dialekt të serbishtes. Elementi dytë, që është i rëndësishëm për ta përmendur, është ai ekonomik. Dhe në aspektin ekonomik, unë mendoj se Kosova tash me hapjet e ndryshme në rajon ka nevojë për të gjetur vende pune për të punësuar dhe në këtë rafsh përmbushen këto dy kritere të cilat i përmenda në përgjithësi. Dhe ideja kryesore, dhe mendoj se çështja kryesore pse ose si do të mund të punësoheshin, është përmes përkthimeve. Mirë po, shpeshherë ne mendojmë se është krijuar një farë mendësie në Kosovë se gjithçka duhet të jetë një farë pune e shtetit. Ne pa harrojmë se kemi kompani shumë të mëdha të cilat kanë bashkëpunime me kompani në Serbi, në Rumani, në Maqedoni, në Bullgari, në Greqi, etj. Dhe të gjitha këto kanë nevojë për përkthyes dhe për bashkëpunëtor të kvalifikuar, njohës të këtyre gjuhëve të rajonit. Katedra za balkanologiju bi bila lep primer pružanja ruke saradnji između naroda na Balkanu i proučavanja njihovih kultura, suživota kultura i njihovih prožimanja. Ndërtimi një dege ku studiuesit e gjuhës do të zhyteshin në studimet të thella të gjuhës, vlerësohet të ketë ndikim edhe në institucione publike dhe në ato të sistemit të drejtësisë, ku nevoja për përkthyes profesional është e lartë. Studentët e certifikuar në degën e ballkanistikës planifikohet të angazhohen si përkthyes profesionist në institucionet publike, ku kërkesa për përkthim të dokumenteve është e lartë. Najavljeno je otvaranje katedre i Filološki fakultet je podneo aplikaciju za akreditaciju tog programa. Ono što očekujemo od tog programa je da nakon dugo godina makar kao predmet srpski bude izučavan na Univerzitetu u Prištini. Balkanologija ipak nije bila konačni cilj naše kancelarije jer smatramo da je potrebno formiranje katedre za srpski jezik. Ipak ovo je bila neka vrsta kompromisa. Ono što je jako bitno i što je mnogo bitnije za samu kancelariju povjerenika je da u tom projektu sa univerzitetom je formiran i centar za jezike na kojem će biti omogućeno učenje jezika okruženja i sertifikacija poznavanja jezika albanskog odnosno srpskog, što će omogućiti da konačno nakon toga uvedemo i zahtev za određene pozicije u administraciji da se moraju poznavati oba službena jezika za rad u institucijama. Deri në hapjen e katedrës së re të studimeve në Kosovë, profesionin e përkthyesit profesional do e kenë ata që studiuan të kaluar në gjuhët, ndërsa të rinj që kanë mësuar gjuhët do e kenë problem angazhimin për shkak të mungesës së certifikimeve profesionale.